Historia e profetit Ibrahim, a.s. Teksa vitet kalonin, njerëzit kishin filluar përsëri në devijim dhe kotësi. Mes tyre ishte përhapur përsëri paganizmi, idhujtaria dhe kryerja e veprave të shëmtuar. Disa njerëz adhuronin idhuj që i bënin me duart e veta. Disa yjet, disa mbanin për perëndi pemë të lashta shekullore, disa të tjerë diellin a hënën. Veprimet e të gjithëve ishin larg nga logjika. Zemrat i kishte mbuluar terri, ndërgjegjet heshtnin. Aq më tepër që atë kohë ishte në modë një tjetër mënyrë besimi. Ta adhuronin mbretërit. Megjithse shumë logjike, njerëzit mbanin për perëndi, adhuronin e u bindeshin njerëzve që u prinin. Mbretërit vete kërkonin me këmbgulje këtë gjë, se në këtë mënyrë e kishin më të thjeshtë të komandonin popujt. Edhe Nemrudi, mbreti i Babilonisë, pretendonte se ishte perëndi. Kurse ata që i gjendeshin përreth, pak nga ignoranca, pak nga interesat personale, nuk e kundërshtonin, por ja përforconin edhe më tepër këtë ide. Paria, që përbëhej nga të afërmit e Nemrudit, orakujt në përfaltore, të pasurit e teologët, ishin të pashpirt me popullin. I robëronin e u thithnin gjakun njerëzve të thjesht, i përdorin ata si sklever dhe i shtypnin pa mëshirë duke qenë në mbrojtjen e idhullit tyre, Nemrudit. Nga çdo anë dëgjoheshin rrënkimet e të vobektëve dhe të qarat e fëmijëve të tyre të uritur, ndërsa një pjesë e vogël jetonte mes luksit të paimagjinueshëm. Njerëzia ishte shastisur. E mira dhe e liga ishin përzierë keq. Rrugët ishin pa kryer. Bota ishte zhytur në një terr spiritual që po e shkatronte. Ndaj kishte një nevojë urgjente për ndriçim, për një ndryshim që të ndryshonte ekuilibrin në të. Njerëzit kishin nevojë për një udhërfyes që do t'u tregonte të vërtetën, për një profet të madh që do t'u printe drejt shpëtimit, për një lider të fuqishëm që do e ndante të mirën nga e liga dhe do të ndriçonte zemrat e jetë të tyre. Dhe Zoti, për këtë mision sa të vështirë aq edhe fisnik, zgjodhi Ibrahimin, a.s. Profeti Ibrahim ishte një dhuratë e mëshirës së Zotit për njeriun. Ibrahimi, a.s. e donte dhe e respektonte shumë babain e vet. Ai ishte prodhuesi i idhujve më i shquar i kohës. Të gjithë njerëzit kishin një respekt dhe nderim të thellë për këtë artist që punonte idhujt e tyre nga guri dhe nga druri. Kështu, fëmijëria e Ibrahimit kaloi në një familje të tillë, të njohur dhe të nderuar. Ai ishte një fëmijë jashtëzakonisht i zgjuar. Ai çuditej ndërsa kudo që shkonte, në shtëpi, në treg, në shkollë, shikte lloj-lloj statujesh, të cilat njerëzit i adhuronin sikur të ishin perëndi. Ai e kishte parë të atin se si punonte e i gdhënte me kujdes ato statuje në shtëpi, ndaj një ditë e pyeti se ç'ishin këto forma. Kur ai i tha se ishin zota, Ibrahimi u habit. Thellë në shpirt e ndjeu se nuk mund të ishte ashtu, por vetëm e mendoi një gjë të tillë, sepse po ta thoshte, njerëzit do mendonin se ai ishte një fëmijë i pasjellshëm. Ndërsa rinte në shtëpi, Ibrahimi nisi të luante me idhujt që punonte i ati, sikur ato të ishin kukull. Kurse të mëdhenjve u hipte në qafë anë shpinë dhe loste si të ishin kuaj prej druri. Një ditë, i ati e pa Ibrahimin a.s. në shpinën e një statuje të madhe, që ata e konsideronin idhullin Merduh, dhe u zemërua shumë me të. E porositi disa herë Ibrahimin që të mos e përsëriste më një gabim të tillë. Por Ibrahimi e pyeti i çuditur: "Po çfarë zoti është ky, baba? Shiko sa të mëdhenj i ka veshët." "Po ky është idhulli ynë më i madh, Ibrahim, kurse veshët e tij të mëdhenj janë simboli i urtësisë dhe i diturisë së tij." Ibrahimi t'i erdhi për të qeshur. Veshët e tij ishin si vesh gomari. Si ishte e mundur që njerëzit të adhuronin atë gjë? Koha kalonte shpejt dhe Ibrahimi u rit. Në fakt, ai urrente tmerrsisht idhujt që gdhënte i ati, kishte neveri prej tyre.
Si mund të adhuronin e t'i luteshin njerëzit sa gurve, drurve, që i punonin vetë? Si mund t'i faleshin atyre? Këto statuja as flisnin, as mendonin, madje po t'i shtynte dikush për mbyseshin e thyeshin. Si mund t'i mbronin njerëzit ato gjëra pa shpirt? Njerëzit besonin se gjithçka të mirë që kishin, ua kishin dhënë idhujt, disa fëmijët, disa idhujt tjerë pasurin apo dashurin. Prandaj ata u bënin idhujve dhurata e sakrifikime të panumërta dhe mundoheshin t'i merrnin me të mirë, se po të ndodhte të zëmëroheshin, do t'i ndëshkonin shumë ashpër ata. Ibrahimi mërzitej shumë kur shihte këta mendjelehtë, si nuk dilte një i mençur të jepte fund kësaj loje. Gjithë të adhuruarit e tyre nuk ishin veç sa objekte të mjera pa shpirt. Si mund të kishin forcë krijuese? Jeta, toka, yjet, qiejt ishin të gjitha tregues për një krijues të mirëfillt, të mathet vetëm. Pse nuk e dallonin njerëzit këtë të vërtetë? Në mes të qytetit ndodhej një faltore e mbushur me idhuj. Në një front të madh që ndodhej në vendin më të lartë të saj, ndodheshin statujet e idhujve të tyre më të rëndësishëm. Zotat ishin lloj-lloj, forma, kategori. Që fëmijë, kur vinte me të atin për ceremonitë e rastit, Ibrahimit i vinte për të qeshur kur shihte njerëzit si përuleshin para atij pirgu druri aguri. E çuditste shumë trashësia e atyre njerëzve që nuk nguronin të përkuleshin gjerë në tokë sa hynin faltore, të qanin e të bisedonin me idhujt, sikur ata i dëgjonin e që ju përgjëroheshin atyre për t'i ndihmuar. Por kjo gjendje komike me kalimin e kohës filloi të acaronte Ibrahimin. A nuk ishte i tmerrshëm mashtrimi këtyre njerëzve? A nuk ishte për të dhimbsur naiviteti i tyre? E më e keqja, babai vet pasi kishte vënë re mendjen prehtësinë e suksesit, donte që ai të bëhej me çdo kusht teolog, e t'i përkushtohej adhurimit në faltore. Pas sa kohësh, Ibrahimi a.s. e shprehte haptazi në vleftësimin e tij për statujet. Jati vazhdimisht i tërhiqte vëmendjen dhe këshillonte të ishte më i sjellshëm me idhujt. Një ditë, Ibrahimi ndodhej në faltore bashkë me të atin. Ishte festa e idhujve. Gjatë ceremonisë, krye orakulli ju drejtua idhullit më të madh dhe nisi t'i lutej e t'i përgjëroj me shumë përdëllim. I kërkonte t'i falte, t'i ndihmonte e t'i jepte begati e të mira. Ibrahimi nuk po e mbante më veten. Vulkani që kishte brenda ishte gati të shpërthente. Ndërsa orakulli lutej i larë në lot, një zë i vendosur grisi qetësinë e sallës. Nuk ju dëgjon dot, zotëri, mos ju lutni kot. Ai nuk dëgjon dot asgjë. A nuk e shihni? Të gjithë automatikisht kthyen kokën për të parë nga erdhi zëri. Djaloshi ishte krejt i qetë, kurse orakulli kishte nxirr nga nervat. I ati Ibrahimit ndërhyri menjëherë dhe kërkoi falje në emër të birit, duke u thënë se ishte i sëmurë dhe fliste për qartë. Ibrahimi qeshi hidhur dhe heshti. I ati bashkë me të birin dolën nga faltoria dhe morën në rrugën drejt shtëpisë. Gjatë gjithë rrugës nuk folën asnjë fjalë. I ati, pasi e la Ibrahimin në dhomën e vet, doli jashtë i zemëruar. Ai mundoi të gjente rrugën për t'u treguar njerëzve se sa pa lidhje ishte ajo që bënin. Ti mbushte mendjen se krijues nuk mund të ishin idhujt që i prodhonin vetë ata, por vetëm dikush i gjithë pushtetshëm që kishte në urdhrin e vet qiejt, tokën e çdo gjallësë. E vërteta qëndronte te Zoti. Vetëm kjo e vërtet mund t'u hapte sytë dhe mund t'i shpëtonte njerëzit nga robëria ku ndodheshin. Vetëm me besim mund të rigjenin vlerat morale e njerëzore e lirinë që e kishin humbur me kohë. Dhoma ku ndodhej, po i dukej si burg Ibrahimit. U ngrit dhe doli jashtë. Mori rrugën drejt malit, jashtë qytetit. Este filikati vetëm në errësirë. Shkoi në mal dhe u ndal pranë hyrjes së një shpelle. U mbështet atje dhe nisi të sodiste qiellin. Toka i jepte veç mundime e dhimbje. Shpresonte që bukuritë hyjnore të qiellit do të mund ta qetësonin pak. Toka ishte mbushur me krijesa që nuk njehnin krijuesin e adhuronin krijesat e tjera.
Në qiell hëna e zbeht i dërgonte një dritë të plogësht që ja shtoi më fort trishtimin. Edhe hënën e adhuronin ata të mirë. Sa i çuditshëm që ishte njeriu. Haronte Zotin e vërtet dhe mbante shpresë në lloj-lloj objektesh në qiell e në tokë. Ja, e tillë ishte shoqëria në të cilën jetonte Ibrahimi a.s. Kush adhuronte krijesat e qiellit, kush të tokës. Kjo ishte dhe piknisja e Ibrahimit për t'u treguar njerëzve të vërtetën. Zoti i kishte dhuruar atij një veti të mrekullueshme, logjikën e zgjuarsinë e profetëve, që është disa herë më e fortë se e njerëzve të tjerë. Duke e përdorur atë, ai mund të arrinte të binte shumë njerëz të hiqnin dorë nga pralla. Nisi të mendonte, cila do ishte rruga më e saktë për këtë? Si t'u shpjegonte njerëzve se as yjet, as hëna nuk mund t'jenë Zoti. Më e mira ishte të sillej si një prej tyre dhe të arrinte t'u vinte parasysh gabimet e ideve të tyre. Menjëherë nisi veprimin. Pa një yll që shëndriste gjithë dritë në qiell. A mund t'jetë ky yll Zoti im? Pyeti vetë. E ndoqi me sy yllin gjersa i perëndoi. Ja, perëndoi, humbi. Si mund të lidhet zemra ime me gjëra që perëndojnë? Si mund të jetë Zoti diçka që herë duket, herë zhduket? Këto fjalë kishin rënë si rufe në mendjet e njerëzve. Pastaj lindi hëna, një hënë e bukur që lau me dritën e saj të argjend pemët e malet. Po hëna, a mund të jetë Zoti i gjithësisë? E ndoqi me sy. Edhe hëna pas një farë kohe perëndoi. As ajo s'mund të ishte Zot? U bë mëngjes dhe lindi dielli. Ja, ky është më i madhi, më i ndritshëm se yjet e mbrëmshëm, pa Ibrahimi. A mund të jetë Zot? Ibrahimi a.s. i mpreu sytë e mendjes për të vështruar tej hënës, yjeve e diellit. Një ndjenjë e papërshkrueshme, e pandjerë më parë, i mbushi shpirtin, duke i treguar forcën që është pas gjithë forcave. Shpirti i tij e kishte gjetur Zotin e vërtet. Mendimet dhe veprimet e tij ishin përkrahur nga Zoti dhe ai vetë e kishte ndihmuar edhe më shumë për ta gjetur të gjithë pushtetshmin. Ndjeu zemrën që ju mbush me qetësi dhe një dallë gëdrite që pushtoi të tarin. Mendja, trupi, zemra ishin mbushur me dritë. Mëshira hyjnore e kishte mbështjellë të tërin. I gjithë pushtetshmi po i drejtohej Ibrahimit. Ibrahim, urdhëro Zoti i gjithësisë, më beso mua dhe ma dorëzo shpirtin mua. Ibrahimi u përkul dhe mes lodhëve që vadisnin tokën tha, të besoj dhe të jam dorëzuar, o Zoti i botëve. Zemra e Ibrahimit gufonte me emocion, gëzim dhe entuziazëm. Ai ndenjë aty i përkulur, duke u lutur e duke u falur gjersa u bë natë. Pastaj u kthye në shtëpi. Një etapë e re kishte nisur në jetën e tij. Tashmë Zoti e kishte zgjedhur si profet dhe misioni i tij ishte t'u tregonte gjithë njerëzve rrugën e drejtë, të vërtetën. Të nesërmen, zëri i Ibrahimit a.s. u shtonte nëpër rrugët e Babilonisë. O njerëz, adhuroni Zotin e vërtet të gjithësisë. Nuk ka Zot tjetër veç Ti. Kjo shënonte edhe fillimin e betejës së Ibrahimit. Një mbretëri e tërë ishin kundër tij. Mira njerëz që nga administratorët, orakujt, teologët e poetët deri te njerëzit e thjeshtë. Ishte si të voziste kundër rrymës, po ai ishte i guximshëm, i fortë. Zoti i gjithdijshëm e dinte më së miri se kush mund ta përballonte një mision të tillë. O njerëzit e mi, a mund ma shpjegoni se pse I adhuroni këta gure drur që as ju dëmtojnë e as ju ndihmojnë? I pyeste. Kështu na kanë mësuar të parët tanë, I përgjigjeshin ata. Nuk gjenin ndonjë gjë tjetër për të thënë, se e shihnin dhe vetë se kjo gjë nuk kishte logjik. E vërteta është se edhe ju, edhe të parët tuaj, gaboni rënd, por ata nuk e besuan.
Kjo ishte diçka e pa dëgjuar për ta. Ata ishin të vendosur të ndisnin në rrugën e të parëve të tyre, pa e vrarë shumë mendjen. Mos po tallesh me neti Ibrahim? E pyetën një ditë. E si mund të tallë Ibrahimi në një temë të tillë? Zoti ynë i vërtet është Zoti i qiellit e i tokës. Ai që ka krijuar gjithçka. Vetëm duke besuar e adhuruar atë, do të gjeni shpëtim në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Për Ibrahimin kishin nisur ditë të vështira e të mundimshme. Më tepër se kushdo me këtë sjellje të Ibrahimit ishte mërzitur xhaxhai i tij. Njeriu që e kishte rritur e që ai e thriste baba. Mes tyre kishin nisur diskutime të gjata e replika. Babai adhuronte idhujt, djali Zotin. Vlera dhe parimet e tyre ishin krejtësisht të ndryshme. Kur nuk e prisja diçka të tillë prej teje, i bërtiti i ati. Më ke zhgënjur, më ke lënë në rrugë të madhe. Sjellja jote më ka dëmtuar shumë. Për fajin tënd nuk i shoh dot njerëzit në sy. Edhe teologët, edhe administratorët më tërhoqën vëmendjen. Ibrahimi a.s. e donte jashtë maset atin. Dëshira e tij më e madhe ishte që edhe i ati të bëhej musliman e të besonte si ai. Baba, po si mund t'i adhurosh ca gjëra që as të shohin, as të dëgjojnë? Më dëgjoj mua, baba. Dëgjoj këto fjalë që mi ka mësuar Zoti i botëve. Dëshmo besimin tënd te Zoti i vërtet dhe hape derën e shpëtimit për veten. Dëgjoj fjalët që të them dhe eja në një rrugë të drejtë. Mos u bëj lodër e shejtanit. Ai të mëson të keqen, është armiku yt. Kam frikë se mos bëhesh mik me shejtanin, se mos dënohesh për këtë. Eja në rrugë të drejtë, baba, ju lut Ibrahimi. I ati dridhej nga zemërimi. Si guxon të mohosh Perëndit tonë ti, po vazhdove kështu, do të të bëj për shtëpisime, do të vras për fare. Si guxon t'i ngresh krye Perëndive tona? Ik, zhduku që këtu, dhe mos guxo më të shkelesh në shtëpinë time. Nuk dua të ta shoh më fytyrën. Kështu e përzuri Ibrahimin nga shtëpia. Ibrahimit, a.s. zemra ju bë copë. I ati ishte verbuar nga rruga e shtrembër, nuk donte ta shikte kurse si të vërtetën. Prap se prap Ibrahimi ishte njeri i jashtëzakonshëm, aq më shumë një profet i madh. Ndaj sërish foli me edukat. Nuk kam që të them. Ti po më sillesh ashpër, po më fajson shumë, por ti je njeriu që më ke rritur. Kur nuk të vjen e keqe prej meje. Të përshëndes e të falenderoj për gjithçka. Do i lutem Zotit tim për ty. Kështu Ibrahimi u nda nga shtëpia e tatit. Tashmë nuk kishte asnjë vend ku të fuste kokën. Ushqej me ç'të gjente. Etjen e shuante krojeve. Shlodhej e pushonte mbi gjelbrimin dhe lutej e adhuronte gjithkohës. Ishte pikërisht kjo që e bënte të ndjehej njeriu më i pasur në botë. Ishte ditë feste. Këtë ditë njerëzit i luteshin e i këndonin këngë idhujve dhe i çonin atyre flijime e dhurata të ndryshme. Ceremonitë bëheshin në bregun tjetër të lumit, ndaj qyteti ishte i zbrazët, të gjithë kishin shkuar atje. Pasi të thereshin kafshë që do flijoheshin, njerëzit do vinin në faltore. Asgjë veçerës nuk piptinte në rrugët e zbrazta të qytetit. Pas pak, një djalë i riu duk në sheshin para faltorës. Syt i shëndrisnin. Në dorë kishte një sapat të madhe. Ibrahimi kishte vendosur të niste një revolucion në mendjet e njerëzve. Do t'i trondiste që nga themeli i det e tyre të gabuar. Me hapat vendosur, hyri në sallën e madhe. Në atmosferën e zymë të faltorës, ndrisnin veç sytë e tij dhe sapata që kishte në dorë. Aq i fortë ishte i vështrim, sa po të kishin shpirt idhujt e rreshtuar atje, do të tmerroheshin e do iknin me vrap. I mati statujat me sy. Para tyre qëndronin lloj-lloj ushqimesh. Pse s'hati? Të shftor gjella, ju afrua njerit me tallje. Asnjë zë. Po flisni, pse nuk përgjigjeni? O shtiu zëri i tij nëpër sallë.
Pastaj ngriti sapatën dhe me gjithë fuqinë goditi statujen. Ajo u bë copë e thërrime. Vazhdoi me radhë. Salla u mbush me statuje të thyera e me ciflet e tyre të shpërndarë. Asnjëri nuk e kishte mbrojtur dot veten. I erdhi radha më të madhit. Atë e ruajti për goditjen finale, por jo me spatë. Me zgjuarsi, duke qeshur, vendosi sapatën në kratë statujës dhe u kthye e doli jashtë. Ishte betuar t'u tregonte njerëzve se sa pa kuptim ishte besimi i tyre dhe tani po e bënte. Ceremonia në breg të lumit mbaroi dhe njerëzit u kthyen në qytet për të kryer ritet në faltor. Grupi i parë i njerëzve që hyri aty shpërtheu në brit mohabie e frike. Të gjithë vrapuan brenda. Pamja që i priste i tmeroi. Në faltore ngjante sikur kishte ndodhur në një betejë e vërtet, një betejë që e kishin humbur statujat me sa dukej. Përveç statujës së madhe, gjithë perënditë e tjera ishin cop-cop. Kush ta kishte bërë këtë katërhur? I pari që u erdhi ndërmend ishte padyshim Ibrahimi. Ibrahimi e ka bërë patjetër. Ai sillej keq me zotat tanë. Ai është fajtori. Silleni këtu menjëherë. T'i jap llogari për çka bër. Ibrahimin e sollën menjëherë. Ti e ke bërë këtë gjë apo jo, Ibrahim? Ibrahimi qeshi me ironi. Duke treguar me kokë nga statuja e madhe me spatë në krah, u tha: ai e ka bërë. Ai, i pari tyre. Po deshët pyetini, t'ju tregojnë vetë. Për kë e ke fjalën? E pyetën orakujt. Ka të pyesim. Ata, idhuj tuaj. Po ti e di shumë mirë se ata nuk flasin dot. Nuk flasin dot? Nuk janë në gjendje as të flasin? Po ju, si avuroni këto objekte që nuk janë në gjendje të flasin? A mendonin do pak? A e fotin do pak trorin në punë? Shikoni, gjithë perëndit tuaja u coptuan para syve të idhullit tuaj më të rëndësishëm dhe ai nuk që në gjendje të bënte asgjë. Ata nuk e mbrojtën dot veten. Lemët ju mbrojnë ju. Gjithë ato fjallime, gjithë ato dhurata që i bëni, kot pas kanë qenë. Ja lash sapatën në dorë kësaj statuje të madhe dhe as që reagojnë do pak, as foli asgjë. E pse? Sepse është një copë gur pa shpirt. As flet, as shikon, as dëgjon. As bën do të dëm, as do bi. Si mund të jetë Zoti një copë gur? Pse nuk e vrisni mendjen pak? Orakujt ishin bërë si të çmendur. Arrestojeni menjëherë këtë djalë. Hidheni në biruc, tregojuni zotave tanë se ne jemi me ta. Mos e lini të lirë këtë tradhtar. Këto fjalë e egzaltuan turmën dhe të gjithë u hodhën mbi Ibrahimin, e kapën dhe e futën në burg. Pastaj u formua një trup gjykues për të cilin e kryesonte mbreti Nemrud. Kjo çështje që kishte marrë përsipër Ibrahimi a.s. duhet të merrte fund pa marrë fjala vën. Por ndryshe mund të ishte shumë e rrezikshme për mbretërinë, se djali ishte i zgjuar, i vendosur ta zgjonte popullin nga gjumi. Nemrudi pretendonte se ishte vetë perëndi. Të gjithë që kishte përreth e adhuronin me përulje atë. Gjithë populli u lajmërua për gjyqin dhe në sheshin e madh para faltores erdhën mira vetë për të ndjekur çdo të ndodhte. Nemrudi donte t'i tregonte njerëzve se Ibrahimi nuk kishte të drejtë dhe do të dënohej si rebel. Sheshi ishte plot e përplot. Të gjithë ishin kureshtar të shihnin atë djalosh që injoronte idhujt. Pas pak, ushtarët sollën Ibrahimin a.s. të lidhur me zinxhir, me prangën duar e me vargojnë në këmbë. Megjithatë që larg, në ecjen dhe qëndrimin e tij dalloi një qetësi mahnitse. Sytë i ndritnin. Në fytyrë i lexoi serioziteti dhe krenaria që i jepte besimi. Në shesh kishin vendosur një fron për Nemrudin dhe përreth rrinin me përulje orakujt, ministrat, këshilltarët, rojet dhe shërbëtorët që i bënin fresk me freskoret mëdha. Të gjithë dridheshin për Nemrudit. Ai ishte shumë i egër dhe mizor. Kam dëgjuar se ke nisur t'i ftosh njerëzit për t'i besuar një perëndije të re. Nisi fjalën Nemrudi. Nuk ka perëndi të re e të vjetra. Zoti është një, i vetëm. Allahu është krijuesi i botës dhe ai është pa fillim, pa fund. Ju përgjegj Ibrahimi
me qetësi. Edhe unë jam Zot, tha Nemrudi me fodullak. Unë jam i Zotit të bëj gjithë shka bën Zoti yt. Nemrudi ishte shumë fodull dhe mendje madh. Pushteti, forca dhe pasuria ja kishin marrë mendjen fare. Në fakt, Ibrahimi kishte gjetur atë rast civilist. Me njëherë mund t'i trondiste themelet e gjithë bestytnive të Babilonisë. Më parë kishte thyer idhujt pa shpirt. Tani ishte momenti të shkatronte një idhull me shpirt. Pa e humbur gjekthotësinë, Ibrahimi ju përgjigj. Zoti im është ai që jep jetë e që merr jetë, ai të vdes dhe të ringjall. Edhe unë jap e marr jetë. Ibrahimi a.s. as si avarin du pak fjalëve të Nemrudit. Ishte e qartë se fliste për qartë, se kush tjetër veç Zotit mund t'jepte jetën e vdekjen. Ai ishte Zoti i vërtet i çdo gjallëse. Kur e pa se Ibrahimi nuk u ndikua as pak nga fjalët e tij, Nemrudi vazhdoi. Unë thrras një njeri nga rruga dhe urdhëroi ta avarin. Gjithashtu një të dënuar me vdekje e fal. Kështu ja fal jetën. A nuk është edhe kjo të vdesësh e të ringjallësh? Ibrahimi t'i erdhi për të qeshur me logjikën e cekët të Nemrudit dhe ndjeu keqardhje për këtë qyqar që e mbante veten për Perëndi. Të gjithë kishin heshtur dhe dëgjonin me vëmendje dialogun mes Nemrudit dhe Ibrahimit. Ibrahimi ishte i vendosur t'ja bënte të qartë Nemrudit se ishte e pamundshme dhe shumë e gabuar që matej me Zotin. Zoti im e lind diellin nga lindja, po munde ti linde nga perëndimi. Nemrudi u step. U shokua dhe nuk po gjente ç'të thoshte. Edhe njerëzit shtangën. Orakujt, ushtarët, komandantët mbetën pa fjalë. Kjo do të thoshte se Nemrudi ja fuste kot. Se Zoti i Ibrahimit ishte vërtet i gjithë pushtetshëm. Se Nemrudi asgjë mund të matej me të. Zoti e bënte çdo ditë diellin të lindte nga lindja. Nemrudi, po ti ishte aq i Zoti, le ta bënte të lindte nga krau i kundërt, të paktën për një herë të vetme. Po ligjet me të cilet mbreti i vërtet i gjithësisë administronte ekzistencën ishin të vendosura nga ai dhe askush nuk mund t'i ndryshonte. E në qoftë se një mbret i përkohshëm pretendonte se ishte perëndi, le të lëvizte sadopak me këto ligje. Asnjëherë në jetën e vet Nemrudi nuk ishte ndjerë kaq i dobët dhe pasgjidhje. Pa ditur ç'të thoshte si të vepronte, kishte mbetur i shtangur në qoshen e vet. Hodhi syt nga orakujt e teologët që kishte përreth se mos ata kishin ndonjë ide për t'i dhënë, por asnjë s'bzajti. Zemërimi po i hipte në kokë. U bësi i turbuar. Si ishte e mundur që njeri vetëm po e ulte atë para të gjithëve dhe askush nuk gjente se si t'ja mbyllte gojën. U ngrit në këmbë, gjithë vrull, duke shtrënguar grushtet, tha. Me njëherë hidheni në zjarr këtë djalë që guxon të tallet me perëndit tuaja. Kthejeni në hi trupin e tij, pastaj hidheni ta marera. Në fakt, njerëzit kishin nisur të ngroheshin me Ibrahimin paksa. Por fjalët e Nemrudit bën që ata të merrnin vrull sërish e të ngriheshin kundër tij. Ushtarët e morën dhe njëherë profetin e lidhur dhe e quan qeli. Gjyqi kishte mbaruar. Vendimi ishte marrë. Ibrahimi a.s. do të digje i gjallë në turrën e druve. Me dhunë e mizori, ligësia kërkonte ta mbante pushtetin e vet me çdo kusht. Pa kaluar shumë kohë, ngjarja mori dhënë. Të gjithë flisnin për djaloshin që pasi kishte thyer statujat e perëndive e ishte tallur me orakujt, kishte mundur me fjalë edhe Nemrudin. Tani ai do të hidhej në turrën e druve ndaj i madh e i vogël, morën në rrugën drejt qytetit për të parë dënimin e tij. Ushtarët e Nemrudit hapën një grop gjigande në të dalë qytetit dhe e mbushën me dru e me gur. Pastaj ndezën një zjarr vigan. Nxehtësia e zjarrit e bënte të pamundur afrimin. Prandaj ndërtuan një vend nga ku do e hidhnin Ibrahimin në zjarr me katapult. Ja lidhën duart dhe këmbët për litarin e katapultës, në mënyrë të tillë që kur të tërhiqnin degën që e mbante, e pasi të ndosej, ta lëshonin. Ai të fluturonte drejt zjarrit. Flaka e zjarrit madh lëpinte qiellin.
Njerëzit rinin qindra metra larg që të mos dijeshin, aq i madhe provlues ishte. Në fytyrën e Ibrahimit kishte rënë një nur i papar. Ishte shumë i qetë. Gjithçka ja kishte lënë në dorë Zotit, dhe me forcën e një besimi dhe përkushtimit pa shembull, nuk ndjente asnjë pikë frike. Askush veç Zotit nuk mund ta ndihmonte. Asgjë veç dashurisë së tij nuk e shpëtonte dot. Edhe në ato momente aq të vështira, Ibrahimi a.s. mundohej t'i ndikonte njerëzit me sjelljen e tij. Pastaj vdekja nuk ishte diçka e tmerrshme për ta. Madje ishte shpëtim nga vuajtjet në këtë botë dhe takim me dashurinë e tij të vërtetë. Punë e madhe se po e diqnin. Ja vlente. Ai për atë ideal jetonte. Ku i gjente të vdiste për ta? Pikërisht në ato momente meditimi të thellë, pranë Ibrahimit erdhi angjëlli Xhebrail. O Ibrahim, çfarë urdhëron të bëj për ty? Po deshe bëj që të bjerë shi i madh ta shuaj zjarrin, apo të përplas krahun e për një çast ty vend të bëhet një me tokën, të mos mbes frym njeriu mbi të, ti veç hap gojën. Përgjigja e Ibrahimit ishte e shkurtër dhe e thjeshtë. Zoti po më sheh, ai e di më së miri gjendjen time. Zoti më mjafton. Këto fjalë krodhën në heshtje gjithë krijesat e gjithësisë. Engjëjt përqendruan vëmendjen. Banorët e qiejve lanë çdo punë u kthyen drejt tokës. Mira njerëz që ndodheshin për të parë ngjarjen, heshtën dhe po prisnin gjithang fjalën e Nemrudit. Dhe Nemrudi thiri: "Hidheni atë rebel në zjarr." Dega mori flakë dhe pastaj e fluturoi Ibrahimin në mes të flakëve. Atë çast, Zoti urdhëroi zjarrin: "O zjarr, bëhu i paqshëm dhe i sigurt për Ibrahimin." Dhe zjarri menjëherë zbatoi urdhrin hyjnor. Flaka përvoluese nuk e dogji as pak Ibrahimin. Përkundrazi, Ibrahimi ndjente një fllad rehatues që i përkëdhelte trupin. Dal nga dal flakët gjigante po ktheheshin në një kopsht të mrekullueshëm dhe të freskët. E vetmja gjë që dogji zjarri ishin litarët që kishte Ibrahimi në duar e në këmbë. I ulur në mes të zjarrit, Ibrahimi me qetësinë e gjaftësinë më të madhe përmendte me gjithë shpirt Zotin e vet. Zoti është mbrojtësi im më i mirë. Ai mua më mjafton. As nuk kishte ndier frikë dhe as ishte tronditur. Një zemër e mbushur me besim të Zotit nuk ka pse trembet, sepse e di më së miri se çdo shkak e çdo përfundim është në vullnetin e tij. Pa lejen e Zotit, askush nuk mund ta rrezikojë e as ta dëmtojë atë. Ndërsa Ibrahimi a.s. hidhej mizorisht drejt zjarrit vigan, nga turma lartësoheshin britmat plot zëmrim të njerëzve. Por pas pak të gjithë kishin mbetur të stepur e të lemerisur nga ajo që po shihnin. Sytë u ishin zgurdulluar e zëri u ishte mekur të gjithëve. Ibrahimi po dilte me këmbë të veta nga gropa e zjarrit, ashtu siç kishte hyrë. Buzëqeshte dhe një dritë e mrekullueshme ja ndriçonte gjithë fytyrën. Rrobat nuk ishin djegur as pak, madje as shenja tymi as zjarri nuk kishin fare. Ai po dilte nga zjarri sikur dilte nga një kopsht xheneti. Tashmë nga turma nisën të dëgjoheshin britma habije. Zjarri nuk e kishte prekur Ibrahimin. Nemrudi u tremb. Orakujt po dridheshin. Ibrahimin e kishin përballë duke u buzëqeshur, i qetë. Të gjitha planet e tyre kishin dështuar. Kishin dështuar edhe perëndit e tyre. Nuk u kishte mbetur asnjë fjalë për të thënë. Po pse? Besuan? As pak. Inati dhe likësia e kishin përfshirë aq shumë karakterin e tyre sa nuk i lejonin më ta shihnin të vërtetën sy. Menjëherë orakujt i than popullit se e kishin kuptuar të fshehtën e Ibrahimit. Ai ishte magjistar, kurse Nemrudi i friksuar për rrjedhën që mund të merrnin ngjarjet, shkoi pranë Ibrahimit dhe i tha se mund të jetonte i lirë në mbretërinë e tij. Mrekullia e Ibrahimit u përhapsi era në çdo anë, në male, në fusha e në shkretëtira. Njerëzit i pushtoi kurreshtja dhe u nisën me karvan drejt kryeqytetit
për ta marrë vesh situatën më nga afër. Të gjithë thoshin se Ibrahimin e kishte shpëtuar nga zjarri Zoti i tij, por shejtani nuk kishte si të mos ndërhynte në një rast të tillë. Orakujt nga çdo anë përhapnin fjalën se Ibrahimi a.s. ishte magjistar dhe i gënjente njerëzit me iluzionet e veta. Por ta ishte shumë e vështirë të rrezikonin pozitën ku ndodheshin në sajti i dhujtarisë me fjalët e Ibrahimit, të vërteta apo të gënjeshtra qofshin. Për të qenë më të sigurt, ata i tremnin njerëzit duke u thënë se kush besonte Ibrahimin do dënohej me vdekje. Por shumë pak njerëz mund kishin menduar seriozisht për besimin e Ibrahimit, sepse edhe për ta nuk ishte aq e volitshme të ktheheshin në fenë të parë. Ibrahimi a.s. pa përtesë natën e ditën u mbante ligjërata këtyre njerëzve. U tregoi mira dëshmitë e ekzistencës së Zotit dhe u shpjegoi vlerat e besimit. Vetëm se ata nuk donin të bindeshin as pak. Fjalëve të tij plot dashuri ju përgjigjen me inat e urrëtie. Veprat e tij të mira preferuan të mos i vinin në re. Në gjithë Babilonin askush nuk i besoi, veç një djaloshi e një gruaje të re. Gruaja ishte Sara. Më vonë, profeti Ibrahim do të martohej me të, kurse djali ishte Luti, që në të ardhmen do të nderohej me misionin e profetit. Kur e pa se asnjë nuk po i dëgjonte fjalët e tij, Ibrahimi a.s. vendosi të mërgonte. Para se të nisej për rrugë, shkoi edhe një herë te jati. Ndoshta e besonte. Bëhej musliman, i kthehej rrugës së drejtë, kush e di. Pastaj Ibrahimi ishte i bindur ta kryente detyrën e vet gjë në fund. Por jati ishte një armik i betuar i Zotit dhe nuk donte kursesi të besonte. Sikur në historinë e Nuhut që djali nuk kishte besuar babain, në historinë e Ibrahimit ishte babai ai që nuk besonte djalin. Megjithse nga më të afërmit e profetëve, ata nuk kishin dashur të merrnin pjesë në rrugën e dritës në të cilën i çonte besimi dhe kishin zgjedhur errësirë. Besimtarët e devotshëm u bën më të afërt për profetët dhe i dolën më për Zot rrugës tyre se çdo i afërm tjetër. Si për të dashur të vërtetonin se lidhja mes besimtarëve është më e fortë se gjithçka. Mbretëria e Babilonisë kishte mbetur pas. Për Ibrahimin kishte nisur jeta e mërgimit. Ai kishte vendosur të shëtiste vend më vend dhe t'i ftonte njerëzit në besimin e vërtet. Së pari shkoi në Or, pastaj në Haran, dhe më pas bashkë me Sarën e me Lutin shkuan në Palestinë. Pas një farë kohe kaluan në Egjipt. Kudo nga kaloi, i ftoi njerëzit në besim, ndihmoi të varfrit dhe gjithë ata që kishin nevojë, hapi derën dhe zemrën me dashuri për çdo njeri dhe këshilloi veç për mirë e për durim. Kështu kaluan shumë vite. Gjithë jetën Ibrahimi a.s. e kishte kaluar në shërbim të njerëzimit, duke i ndihmuar njerëzit për këtë botë e për botën tjetër. Tani nuk ishte më i ri. Thinjat kishin filluar të dukeshin në përflok dhe nuk kishte më energjinë e dikurshme. Edhe Sara nuk ishte më e re. Koha kalonte dhe vitet bënin punën e vet. Ata nuk kishin fëmijë dhe Sara e vuante shumë këtë. Më tepër se për vetë ajo mërzitej për të shoqen, sepse një fëmijë do ta kishte inkurajuar edhe më tepër në rrugën e tij dhe do t'ja kishte ndritur shtëpinë. Sara kishte një shërbëtore besnike, të cilën ja kishte bërë dhuratë mbreti i Egjiptit. Quhej Haxher dhe ishte shumë e bindur dhe shumë e urtë. Sara vendosi që ta martonte Ibrahimin me Haxherjen, sepse kështu ndoshta mund të bëhej me fëmijë. Sara e dinte se vet nuk lindte dot. Pas ca kohësh, Haxherja lindi një djalë, të cilin Ibrahimi e quajti Ismail. Zoti e nderoi Ibrahimin me epitetin Halil, që do të thotë miku më i afërt dhe më i dashur i Zotit. Ibrahimi a.s. e kalonte shumicën e kohës me adhurim e lutje. Kishte raste që nuk flinte gjithë natën, vetëm falej e përmendte Zotin me dashuri. Çdo çast të jetës tij e kalonte me mendimin si ta falenderonte edhe më tepër Zotin, si ta adhuronte edhe më tepër atë, si t'i afrohej më shumë atij.
Duke parë përkushtimin e dëlirësinë e besimit të Ibrahimit, Zoti ja plotësonte çdo lutje. Megjithse ishte i bindur në jetën pas vdekjes dhe e besonte me gjithë shpirtin e tij, Ibrahimi kishte shumë kurreshti dhe dinte se si do të ringjalleshin të vdekurit. E besoj, o Zoti im, po a mund ta shoh këtë gjë konkretisht? E besonte, por mendja nuk ja konceptonte dot këtë mrekulli. Jam plotësisht i bindur dhe besoj te forca jote. Ti e di më mirë këtë, o Zoti im, po dua ta mbush edhe më fort me besim zemrën dhe dua ta qartësoj edhe më tepër mendjen time. Zoti e pranoi kërkesën e Ibrahimit dhe i tha atij të merrte 4 zogjë, t'i therte, t'i çonte copat e tyre në male të ndryshëm dhe pastaj t'i tharriste. Ibrahimi e plotësoi pikë për pikë këtë urdhër. Mrekullia e hyjnore ndodhi mu përpara syve të tij. Copat e zogjve të ngordhur bashkoheshin dhe visheshin me jetë sikur të mos kishin ngordhur asnjëherë, dhe me fluturim mbrinin te Ibrahimi. Një ditë në mëngjes herët, Ibrahimi a.s. shkoi pranë Haxherës dhe i tha të përgatitej menjëherë për rrugë. Pas pak ai, Haxheri dhe Ismaili i vogël kishin nisur udhëtimin. Zoti e kishte urdhëruar Ibrahimin që t'i çonte Haxherën dhe Ismailin në Arabi, dhe Ibrahimi ju bind menjëherë urdhrit të gjithdijshmit. Kjo gjë kishte një arsye shumë të fortë, sepse në të ardhmen Ismaili do bëhej një profet në gadishullin arabik. Pastaj Ismaili bashkë me Ibrahimin do urdhëroheshin të ndërtonin Ka'ben. Aq më tepër që edhe profeti i fundit, Muhamedi a.s. do lindte nga fisi i Ismailit. Udhëtimin e nisën mes lëndinave të gjelbra e pembe të larta. Pastaj këpërcyen shkrettirat, malet, fushat, që pasonin njëra tjetër. Më në fund arritën në një lugin të thatë pa jetë në mes të shkrettirës. Asnjë gjurmë jete nuk dukej në lugin. Ibrahimi zbriti nga kali, pastaj zbriti dhe gruan e fëmijën. Atyre ju dha një torbë me pak ushqim dhe ujë për 2 ditë, pastaj u largua, pa kthyer as kokën nga pas. Haxheri e vrapoi pas tij. Ibrahim, ku po shkon? Si po na lë vetëm në këtë shkrettir të vdekur? Haxheri qante me dënes, kurse Ibrahimi as që reagonte ndo pak. Haxheri e pyeti sërish, kurse ai vetëm heshte. Haxheri nuk po kuptonte asgjë. Si ishte e mundur që Ibrahimi, ai njeri aq i dashur, aq i ëmbël, t'i braktiste kështu në mes të shkrettirës, cili ishte qëllimi i tij? Haxheri u mendua pak. Ibrahim, a është ky një urdhër i Zotit? Po. Haxheri e kishte zemrën plot me besim. Në qoftë se është urdhër i Zotit, atëherë ai është me ne. Patjetër do na ndihmoj. Ti shko rehat se ne nuk shkatërrohemi këtu. Zoti do të na ndihmoj. Ibrahimi a.s. i kishte sytë e përlodhur ndërsa largohej nëpër shkrettir, derisa humbi nga sytë. Kur ishte larguar goxha, u ndal dhe nisi të lutej. O Zoti im, më i larti të lartëve, ti që je mbrojtësi më i mirë për këdo, e lash familjen time në mes të shkrettirës, ku as edhe një gjethe nuk duke gjikundi, e lash pranë teje, padyshim që mbrojtësi tyre je ti, o Zoti im. Ismaili ishte ende foshjen atë kohë, por një ditë bashkë me atin do ndërtonte në atë vend shtëpinë e parë të Zotit mbi tokë, Ka'ben. Ai vend i shkret do bëhej qendra më e nderuar e njerëzimit dhe drejtimi që do i ktheheshin të gjithë njerëzit që faleshin. Pasi e kishte lënë Haxherën me të birin mund mes shkrettirës, Ibrahimi ishte kthyer sërish mes njerëzve për të vazhduar misionin e tij të shenjtë. Dielli diqte aq fort sa njeriu e thonte etje. Brenda 2 ditëve uji u mbaroi. Me mbarimin e ujit nga thatësira, Haxherës ju ndërprej qumshti. Nën e biri ishin të etur së tepër, edhe ushqimi u kishte mbaruar. Ishin në gjendje shumë të vështirë. Ismaili i vogël nuk e duronte më etjen dhe nisi të qante me të madhe. Nëna e re la fëmijën aty dhe doli të kërkonte ujë për rreth. Eci dhe eci gjerë një maj të quajtur Safa. U ngjit gjerë në maj,
Vuri dorën si stre mbi sy dhe ja nguli syt me vëmendje hapësirës pa anë. Kishte shpresë mos shikte ndonjë pus a oaz, a ndonjë karvan që kalonte, a mos dëgjonte ndonjë zë. Përveç të nxehtit përvolues, asgjë tjetër nuk vjere. Pa humbur kohë zbriti që ande dhe me vullnetin e njeriu të raskapitur, nisi të vraponte në përlugin, donte të arrinte majën përballë. Hipi në majën Meroe dhe vështroi me vëmendje që aty asgjë nuk dukej, syt i mbetën në zbrastir. Pa dyshim që mëshira hyjnore që mbështjell gjithësinë nuk i kishte braktisur në nebirë në të vend të vdekur. Vullneti hyjnor realizon edhe më të pamundur. Ismaili goditi me këmbë rërën përvoluese të shkretirës dhe uji i pastër e i kulluar gurgulloi muatje. Nga toka e vdekur buroi jeta. Ja, kështu buroi së pari uji i Zemzemit. Uji rrithë pa ndërprerje me gjithë fuqinë. Nën e birë shuan netjen e u freskuan me të ujë të shenjtë, e bashkë me ta shoi jetjen edhe toka e zhuritur. Nëna e lumtur merrte ujë në grushte, i jepte për të pirë të birit, pinte vetë dhe falenderonte të gjithë mëshirshmin që e kishte shpëtuar me atë mrekulli. Me ujin bashkë, në lugin erdhi edhe gjallëria. Nisi një jetë e re. Uji i tërhoqi shpejt njerëzit në atë zonë. Me vargje të tëra njerëzish erdhën dhe u vendosën pranë ujit. Kështu dal nga dal, po hidheshin themelet e një qytetërimi të ri. Edhe Ismaili po rritej. Për ditë, Zoti i mësonte atij moralin e profetëve. E përgatiste atë për misionin që e priste. Pas disa kohësh, erdhi t'i vizitonte edhe Ibrahimi. Ai e donte jashtëzakonisht të birin. Ndërkohë, Zoti do e provonte Ibrahimin dhe Ismailin me një sprovë shumë të vështirë. Ibrahimi, a.s. pa në ëndër si kur po therte të birin, Ismailin, për t'ja bërë fli Zotit. Shpesh shpalljet dhe urdhëresat e Zotit profetëve u vijnë në formë ëndërsh, sepse ëndrat e profetëve janë të vërteta, të ndryshme nga ëndrat e tjerëve. Urdhri ishte shumë i qartë. Ibrahimi do të flijonte birin e tij të vetëm që e donte më fort se shpirtin. Biri im, kam parë në ëndër sikur po të flijoje. Ti ç'thua për këtë? Djali, që kishte një edukat e formim të mrekullueshëm, i përgjigj: Baba, duhet të bësh atë që të është urdhëruar. Me lejen e Zotit, unë do të kem durim. Të gatshëm dhe të përgatitur, i hyn një provimi shumë të vështirë. Duke ecur arritën në vendin ku babai do therte djalin. Ismaili u shtri dhe Ibrahimi nxori thikën, por sapo e ciku qafën e Ismailit, Zoti e urdhëroi të ndalonte. Në vend të birit, i solli Ibrahimit për flijim një dasht të madh nga xheneti. Zoti ishte i kënaqur prej tyre. Prandaj dhe i kishte nderuar e i kishte mbuluar me mëshirën e vet. Bashkë me këtë, atë ditë të shenjtë kur babë e bir kishin dhënë provën e një besnikërie të pashoqe, e kishte shpallur fest për të gjithë besimtarët. Atë ditë, muslimanët presin kurbane dhe përkujtojnë me nderim historinë e dy profetëve të mëdhenj, që u bën shembull për njerëzimin me bindjen e adhurimin e tyre. Atë kohë në tokë nuk kishte një faltore të mirëfillt. Ishin ca faltore andej këndej, por ishin të mbushura me idhuje, me statuje. Ndoshta ishin të ndërtuara shumë bukur, por nuk kishin as pak shpirt. Prandaj dhe Ibrahimi mendonte të ndërtonte një faltore ku njerëzit të adhuronin Zotin e vërtet, të cilën do e quante shtëpia e Zotit. Dhe kështu, Zoti një ditë urdhëroi Ibrahimin e Ismailin të ndërtonin shtëpinë e Zotit në tokë, Qaben. Ajo do të bëhej drejtimi i gjithë atyre që faleshin e i luteshin Zotit anë kënd botës. Menjëherë babë e bir nisën ndërtimin. Së pari sollën shkëmbinj e gur nga malet e afërt e të largët, pastaj hapën themelet dhe vendosën gurin e parë. Ditë pas dite, muaj pas muaj, muret e ndërtesës u lartësuan dhe qabja e shenjtë e njerëzimit përfundoi. Ishte faltoria e parë mbi dhe, vendi më i shenjtë e i nderuar i tokës. Pas përfundimit të saj,
Ibrahimi mendoi për një piknisje për pelegrinët që do i silleshin Qabes dhe vendosi të përdorte një gur të ndryshëm nga ata që ishin përdorur në ndërtim. Kështu, angjëjt i sollën Ibrahimit nga xheneti një gur të madh të quajtur Hajarul Aswad. Ibrahimi e puthi atë gur me nderim dhe vendosi në një prej mureve të jashtëm të Qabes. Edhe Zoti i dha një vlerë shumë të veçantë Qabes, duke urdhëruar njerëzit që në falje t'i drejtohen asaj, ta vizitojnë atë e gjatë vizitës të luteshin për mëshirë, ndërsa Ismaili e Ibrahimin ndërtonin Qaben, luteshin me gjithë shpirt. O Zoti ynë, pranoj veprat tona për ty. Ti di dhe dëgjon gjithçka. Bëj që ne të dorëzohemi krejtësisht ty. Gjithashtu edhe prej bijve tanë, nxirr një popull besimtar, musliman, që të falet për ty. Zoti i lartë e pranoi menjëherë lutjen e atyre dy njerëzve të mëdhenj. Pari që përdori termin musliman, profeti Ibrahim ishte. Edhe kur vdiq, ai njeri i madh dhe la pas dy djem profet, udhërfyes të njerëzimit, Ismailin dhe Ishakun. Profeti ynë i madh, Muhamedi a.s. ka ardhur nga gjaku i Ibrahimit dhe Ismailit. Po ashtu, edhe nga gjaku i Ishakut lindën gjithë ata profet. Biri i tij Jakubi, Jusufi, Musa, Zekeria, Jahja, Isai. Për këtë arsye, historia e përmendi atë gjithnjë me emrin babai i profetëve. Një tjetër emër i tij ishte Halilul Rahman, miku i vërtet i Zotit. Sepse Zoti e donte fort Ibrahimin. Gjithashtu gjithë njerëzit besimtar në botë, të çfarëdo vendi e kohë qofshin, e deshën dhe e nderuan shumë Ibrahimin. Kurse drita e njerëzimit, Muhamedi a.s. e desh edhe më veçantë se të tjerët, duke e përmendur me respekt e duke u ndjeri lumtur sa herë i përngjësonte Ibrahimit.